Në zgjedhjet e mbajtura dje, sipas rezultateve preliminare, vetëvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenic dhe Shtime. Me votat nga diaspora mund të dalë që e kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Ndërkaq jemi në balotazh në 12 nga 17 komuna sa kanë shkuar gjithsej në balotazh nëse e përfshim edhe Gjilanin aty. Të vetmet komuna ku lëvizja vetëvendosje nuk është në balotazh janë Klokoti, Sharri, Joniku, Klina dhe Theranda. Natyrisht, këto janë rezultate preliminare dhe pritet ende numrimi i votave të diasporës dhe i votave me kusht. Mirë po këto rezultate tregojnë qartë se lëvizja jonë, jo vetëm që e ka ruajtur rritjen nga cikli në ciklin tjetër zgjedhor, por është ngritur si forca kryesore politike në Republikën e Kosovës edhe në nivelin lokal. Kjo është dhurata më e çmueshme, urimi më i mirë që kemi marrë nga populli i Kosovës në këtë 20 vjetor të lëvizjes vetëvendosje si vjet.